Kandidatja për deputete Brunilda Mersini ka zhvilluar një bashkëbisedim të hapur me prindër të fëmijëve të prekur nga spektri autik, si dhe me anëtar të organizatave të shoqërisë civile, që fokusin kryesor të punës së tyre e kanë pikërisht në këtë fushë. Gjatë takimit, u ndan eksperienca të ndjeshme njerëzore dhe sfida të përditshme, me të cilat përballen prindrit. Ata theksuan nevojën për një angazhim të plot institucional dhe shtetëror, që do të mundësojë një transformim real të sistemit të mbështetjes dhe trajtimit për fëmijët me çrregullime të spektrit autik. Prej 15 vitesh nuk e shtroj profesionin tim, pasi prej 15 vitesh jam përballur. A duhet të jem, po, duhet të jem për këtë familje. Alvi sot ka një motor studente në Tiranë, një motor që ai krizën e parë të epilepsisë e ka bërë në duart e asaj, dhe ajo është në vit të tretë gjimnaz tek Alidemi. Po dëvesh të pyesësh, ajo është motra e Alvi që nxori mesatare 9.7. Bravo. Dhe ajo punon, dhe vetëm në shkollë, dhe punon. Për dhe mbesa të mrekullueshëm, është dhe kënaqësi që jam midis juve sot. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile e cilësuan trajtimin e fëmijëve autik si një sfidë të përhershme, që kërkon ndërhyrje të mirë organizuar. As vështirësitë e tyre, vështirësitë e familjarëve, sepse hospitalizimi është një situatë shumë stresante për fëmijët në përgjithësi me autizëm në veçantë, kështu që duhet patur ndoshta kushte pak më të veçanta, doma pak më të veçanta kur projekti hospitalizimi këtyre fëmijëve. Dhe më të zhvilluar terapia me qen, me mace, me kuaj, madje edhe me delfin. Shpresojmë që edhe puna që do të bëhet në të ardhmen të jetë me produkt më të mirë në kashik këtyre fëmijëve me nevoja të veçanta. Familje për 30 vjetësh duhet të jetë shumë e fortë. Ja kam dalë dhe nuk dorëzojnë deri në fund. Tani më ndihmon profesioni im si mësuese ndihmëse. Unë kam marrë pedagogji specializuar, bachelor dhe master shkencor. Dhe punoj mësueset e shkolla Ismail Qemali. Kam provuar për shumë vitesh me fit autik në kopshte, në shkolla, në fshat, kam punuar prej 10 vjetësh. Nga ana e saj, kandidatja Mersini theksoi rëndësinë e ndërtimit të një sistemi të plot të administruar nga shteti, që nis që nga diagnostikimi dhe shkon deri te terapia, përmes metodave të standardizuara dhe me profesionistë të specializuar në këtë fushë. Është koha për të ngritur kabinete terapish brenda poliklinikave dhe spitaleve rajonale ku fëmijët të ndjekin trajtim të rregullt nga profesionistë të certifikuar. Kjo është një përgjegjësi që shteti duhet ta marrë seriozisht, u shpreh Mersini. Në përfundim të takimit, Mersini u shpreh se do të lobojë fuqimisht për mbështetjen e këtij komuniteti dhe për të siguruar që asnjë fëmijë të mos mbetet jashtë sistemit të përkujdesjes dhe zhvillimit të duhur. Dha mesazhe të qarta që politika jo vetëm duhet të shkruajë standarde dhe protokolle, por duhet të krijojë hapësira të veçanta, jo vetëm gjithë përfshirëse, por të përfshira nga profesionistë të veçantë, sepse nëpër shkolla vërtet mund të jeni jo vetëm rezultati, por teknikat e trajtimit të autizmit nuk mund të ngelin vetëm në dhënien e mësimdhënies. Ata duhet të kenë mësimdhënie të veçantë, me programe të veçanta, dhe duhet të jetë interaktiviteti ndërmjet mësimdhënies, mësimmarrjes, po dhe interaktiviteti fizik ndërmjet fëmijëve të veçantë. Kjo bëhet edhe me teknika sportive, ne mjekët shpesh themi që sensoret të motorikës periferike është një keyword në këtë luftë, edhe noti që ne në këtë qytet të mrekullueshëm e kemi mundësinë, domethënë aksesin në përfshirje të veçanta vetëm për këta fëmijë në qendra të tilla edhe sportive, vetëm të dedikuar për këta fëmijë, këtë struktura do të ishte një hap. Këtu nuk ka pishina, po këtu edhe deti i cili në periudhë më të madhe, sepse Zoti na ka falë natyrën që nga maj deri në tetor, është një pjesë që ne mund ta shfrytëzojmë nëse ne do të bëjmë projekte të veçanta, pra projekte në struktura të specializuara.